Nga ajo që ndodhi javën e kaluar, është një skandal I vërtet, që në mënyrë totalisht arbitrare, pas një vendim, pas një komunikim, pengohet hyrja një deputeti të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. Unë e dija shumë mirë që nuk mund të hyja në këtë kuvend, në kuvendin e korrupsionit, në kuvendin e atyre që u kanë nxirë jetën qytetarëve shqiptarë për plot 35 vjet, e dija që nuk isha për t'ja dalë. Por të gjithë duhet të shikonin se çfarë bëni ju, se si trajtoni ju opozitarët, se si trajtoni ju deputetët e opozitës, se si bëni ju me rregulloren, me këtë institucion sikur ta kishit prom private. E trajtoni këtë parlament sikur është I juaj. Nuk mund të më lejoj mua, zoti kryetar, të isha në këtë kuvend javën e kaluar, sepse do vinte Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk mund të katandisej si herën e fundit, si një njeri I lodhur, një kryeministër I nëndomt, për të cilin për në ka pothuajse 2 muaj që qytetarët shqiptar kanë dalë dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. U vjetërsua brenda ditës në fakt, e pat, nuk e ka më, jo vetëm moralin, por nuk ka as kurajun të reagoj. Nuk thot do të më, jo, s'është e vërtet, se jemi të korruptuar. Nuk thot do të më që nuk e dija unë se qa bënte Belinda Balluku, sepse në këtë kuvend, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një e korruptuar mbrohet me votat e majorancës. Edi Ramës I ka dalë boja. Nuk përballet dot Edi Rama me opozitën. Nuk e bën dot më. Dhe çfarë bën tani? Si një autokrat I rëndomt, në vend të vi këtu, të japi llogari, të përballet këtu me opozitën, mbledh grupin parlamentar. Mblidheni gjithë bashkë aty në mbledhje partie dhe kryeministri praktikisht ju flet juve. Nuk vinë më këtu në këtë parlament. Ky është skandali. U mbledh juve në mënyrë patetike, kokën poshtë, të gjitha aty, dhe çfarë bën në mënyrë të pafytyrë? Të pafytyrë tallet me një zonjë. Tallet me një zonjë, është zonjë. Me një zonjë të pamundur, zgërdhije Taulanti. Një zonjë të pamundur, thot, shko qa bëjnë këta, se ai nuk I shikon dot këta, nuk ekzistojnë për atë. Ai bezdiset nga varfëria, ai bezdiset nga njerëzit e pamundur, shqetësohet, bezdiset dhe imiton. Dhe imiton. Me pa turpësi ju, vut pak në siklet paktën, kur ai tallej, u vut pak në siklet apo jo? Tallet me një zonjë, aq mundsi ka ajo shkreta. Pse vjen këta tani dhe protestojnë? Po pse nuk do të protestojnë ata? Pse çat keq e ka? Qatë të keqe ka për njerëz që kanë qenë të braktisur për 35 vjet, që si ka para askush, nuk ja ka hedhur syt askush. Qatë keqe ka që të bëjnë pjesë e një proteste, të vënë aty, me ato mundësi që kanë. Çfarë të keqe ka? Pse? Pse ju bezdis juve pasurinë që keni vënë ju në kurisë të tyre, sepse denancoj se psi I keni vjedhur ju. Kjo ju shqetëson. Kjo ju shqetëson Taulantin. Shqetëson Taulantin I shkreti Taulant, 20 vjet Taulanti, 20 vjet se vajta pash Taulantin me që po shikon të pronat e mia, thash shkoj Taulanti, ka prona Taulanti, as ka. Mos është për bukën e gojës. Çat shikosh. Deklarata e pasurisë Taulantit është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Taulanti në 20 vjet në politikë nuk mendoi njerë për veten e vet, gjithmonë për popullin, gjithmonë për njerëzit. Një apartament I shkreti ka. Një apartament e ka në kullën më të mirë Tiranës. Po çfarë deklaror aty, nuk e di sa metër katror është, po është për të ardhur keq, do me kuzhinë. Po si or Taulanti, si mendove pak veten tënde? Taulanti ka hyrë, sa kishte Taulanti në llogari bankare kur hyrën politik? $8.600. 8 pa makinë, pa shtëpi, $8.600. Taulanti sot
jo vetëm Taulanti, po kushdo që dërgon një SMS në emër Taulantit, i çoj 100.000 euro si pa gjë të keqe. E kuptoni se si e ke përdosur Taulant emrin tënd. Aq rënd, sa mjafton të dërgosh një SMS, e të shkruash, jam Taulanti, më duhen 100.000 euro, dhe tjetri merr 100.000 euro, i fut në një çantë dhe jep një taksixiu pa pyetur fare. Imagjinoni se si është katandisur ky vend, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kryeministri i Shqipërisë në vend të reflektoj, kur ata të varfrit, janë të varfër, nuk kanë, janë të varfër, e kuptoj, ju nuk e kuptoni, se ju nuk e dini se qa është, nuk e dini, as ju kalon fare në përmendje, po si orë del tjetëri në vend të reflektoj, del dhe gënjene, kemi dyfishuar. Qa ke dyfishuar tja saj? Ajo djalin e ka majoren, qa keni dyfishuar ju? Si orë gënjeni në atë farë mënyre? Si orë taleni në vend të reflektoni, si taleni? Erdhëm këtu e patë, si erdhëm, e blinduar, kuvendi totalisht i blinduar. Totalisht i blinduar, në vend që ti dëgjoni, blindojni. Keni arestuar sot Alben Kolën, po me Albenin çfatët? 10 polica bashkë e kanë marrë zvarë, 10, për të mbrojtur ju, pse? Sepse dele proteston. As të nuk bindo tani. Rrezikojmë burgun. Kryeministri i Shqipërisë refuzon të flasë, refuzon të japi përgjigje. Unë kam bërë thjesht një kërkesë, zoti kryetar, ma lejon rregulloria. Nga që kryeministri i Shqipërisë nuk vjen kurrë në këtë kuvend, sepse tani mendon e ka zvendësuar kuvendin e Shqipërisë me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, shfrytëzova thjesht një mundësi që më jep rregulloria. Të drejtën për t'i bërë pyetje kryeministrit të Shqipërisë. Dhe i bëra pyetje në lidhje me Porto Romano. Qa përgjigje është? Jo, po ne kemi folur për të çështje. Ku e dini ju se për çfarë do flasun? Kjo tregon amta si ju thjesht nuk jeni më në gjendje që të vini këtu të jepni përgjigje sepse nuk jeni më të besueshëm. Po nga ti jeni të besueshëm? Kryeministri i Shqipërisë ka 2 ish-zëvendësit e vet, njëri në Arati i akuzuar për korrupsion, tjetra po ashtu e akuzuar për korrupsion. Çfarë të thot më ai? Ai nuk është më i besueshëm. Nga t'ja mbaj. Dhe atëherë çfarë do bëj? Thjesht kërkon të mbaj pushtetin me dhunë. Dhunë kundër deputetëve, dhunë kundër qytetarëve, dhunë kundër sipërmarrësve të ndershëm, me dhunë, por nuk mbahet pushteti me dhunë, e keni gabim. Nuk keni për t'ja dalë, nuk e mbani dot me dhunë. Fati Edi Ramës është vendosur. Edi Rama ose do përfundoj në Burg, ose do përfundoj në Arati. Do ta shikoni. Do thoni ju e pamundur. Jo, nuk është fare pamundur. Nuk është e pamundur, se dhe për Jon Velia mendoni se është e pamundur. Por vajte në arrestuar në zyrën e tij. Ka 2 vjet në Burg. 2 vjet në Burg i akuzuar për korrupsion. Po për Belindën, kush e priste për Belindën? Belindën e konsideroni e paprekshme. Nuk ka më të paprekshëm. Tani ju keni 2 mundësi. Ose të bëni me njerëzit, të dëgjoni njerëzit, ose të vazhdoni të mbroni Edi Ramën, të mbroni korrupsionin. Unë e di se çfarë do vendosi, se ju nuk keni të lirë në fakt. Nuk ka si të jetë ndryshe. Ju nuk keni të lirë. Sepse ju jeni pjesë e korrupsionit të kësaj magjorance. Jeni të zhytur në korrupsion. Prandaj nuk dilni dot para njerëzve. Prandaj duhet të blindoheni këtu. Prandaj e vetmja gjë që ju mbetet është të sulmoni protestuesit nga mëngjesi deri në darkë. 2 muaj protesta. S'u bën përshtypje fare. Hyn këtu sikur s'ka ndodhur asgjë. S'u intereson fare. Keni Taulanti në krye. Faleminderit. Urdhro? Baroj kohë, çfarë të bëjmë? Ishte drejta juaj të flisni pyetjet. Kalojmë në urdhro?
Ja u dhash pra kohën 10 minuta pra të e kishit. Do votohet pra. Do votohet. Po. Kalojmë në procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me karton. Hedhim në votim kërkesën për zhvillimin e pyetjeve. Pro, kundër, abstenim. I lexova, nuk e kishit mendjen në mësim. Pro, kundër, abstenim. Kush është pro zhvillimit të seancës pyetje përgjigje me kryeministrin për temat që përmendëm? Kush është kundër? 16 pro. – 25 pro. Sa? 73. 76 kundër. Kërkesa nuk miratohet. Abstenime nuk ka. Ju njoftojmë se me kërkesë të Këshillit të Ministrave dhe me shkresën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mbështetje të nenit 83.2 e Kushtetutës dhe nenit 28.1 e Rregullores Kuvendit, kanë depozituar kërkesën për shqyrtime e procedurë të përshpejtuar të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes SUAS direkte ndërmjet Republikës Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen (DSCA), në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak FMF, si dhe shqyrtimin e këtij projektligji në seancë plenare sot në datën 27 korrik 2026 në orën 15:00. Për shkak të rëndësisë edhe karakterit veçantë të kësaj marrëveshje, si dhe nevojës për hyrjen e tij në fuqi në kohë për të garantuar zbatimin e objektivave që synon. Në bazë të nenit 28 rregullores, projektligji njoftohet në seancë plenare më të parë, do të dëgjohet, e cila është sot, do të dëgjohet një folës pro dhe një folës kundër për jo më shumë se 10 minuta. Kush do të flasë pro? Zoti Taulant Balla. Jemi në proces të votimit, ju lutem. Zoti Balla. Ky është procesi i votimit. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Shqipërisë, vim sot në këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonja Zotrin, dashur qytetar shqiptar, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiar. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jonë e përbashkët ka një angazhim të shtuar në rritje të konsiderueshme të investimeve në mbrojtje. Buxheti për mbrojtjen është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 69.2 miliard lek në vitin 2026. 3 herë më shumë, ndërkohë që Shqipëria mbështet objektivin e ri të aleancës për të arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe sigurinë, me Partinë Socialiste në qeverisje deri në vitin 2035, duke dëshmuar se mbrojtja dhe siguria janë prioritetet tona strategjike. Vetëm javën e kaluar, me aktin normativ, kemi rritur shpenzimet e mbrojtjes me 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Vendimi për organizimin e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë është një vlerësim i një rëndësie strategjike për Shqipërinë dhe rolin e saj gjithnjë e më të madh në aleancë. NATO po hyn në një fazë të re zhvillimi,
të njohur si NATO 3.0 dhe se Shqipëria po përgatitet për t'ju përgjigjur kësaj sfide dhe këtij realiteti përmes rritjes së kapaciteteve mbrojtëse dhe investimeve strategjike. Shqipëria ka hyrë tani më në një trajektore të re besueshmërie dhe rritje të investimeve në mbrojtje. Siç e thash, sot jemi 2.6%, në 2035 do të jemi 5% të prodhimit brendshëm bruto dhe këto investime përfaqësojnë një investim të drejtë për drejtë për sigurinë kombëtare, stabilitetin e vendit dhe përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë si një antar i NATO-s. Shqipëria vlerëson thellësisht leadershipin dhe mbështetjen e vazhdueshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të presidentit Donald Trump dhe mbetet përkushtuar ndaj përgjegjësive të saj si një aleate e besueshme në NATO, duke kontribuar për aleancën e cila do të jetë më e fortë, më e sigurt dhe sigurisht më kompakte. Gjithashtu, në këtë frym konfirmohet se Shqipëria shihet sot si një aleate e besueshme, një faktor stabiliteti në rajon dhe një kontribuese serioze për sigurinë kolektive. Pikërisht në këtë frym, pra, zonja e zotërinj, dashur qytetar shqiptar, vjen sot një marrëveshje për ratifikim në një vlerë prej $302 milion amerikan. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyerje deri në 12 vjet, me mundësi periudhe grejs deri në 1 vit. Marrëveshja jep Shqipërisë të drejtën të kryej parapagime, penalitete duke ruajtur fleksibilitetin në administrimin e borxhit publik. Çdo përdorim i fondeve do të miratohet dhe monitorohet nga Agjencia Amerikane për Bashkëpunimin në Sigurinë e Mbrojtjes, duke garantuar transparencë të plotë për përdorimin e kësaj kredie. Zonja e zotërinj deputet, dashur qytetar shqiptar, motra dhe vëllezër, nga këndvështrimi i financave publike, kjo është një marrëveshje ndërtuar mbi parime të plota të përgjegjshmërisë fiskale. Disbursimi realizohet vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik. Zhurmuesit nuk kanë për të kuptuar kurrë rëndësinë e një marrëveshje të tillë, e cila rikonfirmon se Shqipëria është aleat i besueshëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një antar i përgjegjshëm i NATO-s. Prandaj, mbi të gjitha, kjo marrëveshje forcon më tej partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, rrit kapacitetet mbrojtëse të vendit dhe konsolidon pozicionin e Shqipërisë si një aleate e denjë, e besueshme dhe gjithnjë më rëndësishme e NATO-s. Për sa më sipër, zonja zotërinj deputet, bazuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, kemi propozuar shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të kësaj marrëveshje.